Nis marshimi në këto momente me planet të drejtë për drejta nga sheshi Skënderbej. Është dita e 36 që protestohet në Tiranë, me qytetarë të cilët mbajnë flamurin shqiptar dhe flamingon si simboli i këtij revolucioni, sipas tyre, prej ku nisi edhe Shkëndia, që ka çuar në ditë të tëra protestash në Tiranë. Në fakt, një lumë protestuesish duhet thënë që është formuar nga sheshi Skënderbej deri përpara kryeministrisë, pothuajse çdo pasdite në rrugët e Tiranës. Adeu është yni, Shqipëria është e jona, dhe në fakt pankarta që shohim është Shqipëri e re. Janë këto dhe mesazhet të cilët protestuesit po përcjellin këtë diel pasdite, teksa ka nisur dhe marshimi nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Shohim që është një numër i konsiderueshëm i protestuesve, të cilët nuk heqin dorë nga kjo protestë. Vin nga qytete të ndryshme, mosha të ndryshme. Duhet thënë që kjo protestë ka nxjerrë pa atë që quhet gjenerata Z në fakt, me pjesëmarrje masive, ndryshe nga protestat e partive politike që nuk ishin një element kyç. Mirë, jemi me këto planet të drejtë për drejta, ka nisur edhe marshimi me thirrjet për dorëheqjen e qeverisë. Është dita 36 që protestohet në Tiranë, ka kaluar tashmë më shumë se një muaj, ndërsa duhet thënë që sot kishim një lajm të mirë për ta cilësuar kështu për protestuesit, ku janë liruar nga qelia 19 protestues, të cilët u arrestuan gjatë tubimit të dy korrikut që në fakt u zhvillua për